Bundestagu Gjerman do të merre sot me ashpërsimin e rregullave për marrjen e pasaportës gjermane, pra për marrjen e shtetësisë gjermane. Sot mbahet leximi i 2 dhe i 3 i projektligjit në Bundestag, i cili me siguri edhe do të miratohet, por për shkak të pyetjeve të shumta po i shpjegoj disa rregulla. Ligji i ri nuk futet pra menjëherë në fuqi, por pritet të bëhen disa ndryshime të rëndësishme sa i përket të ashtu quajturit të turbonaturalizim apo heqjes së mundësisë për marrjen e shtetësisë gjermane për brenda vetëm 3 vitesh. Për persona të integruar mirë, siç thuhet në ligjin e tanishëm që është futur në fuqi vitin e kaluar. Qeveria parashikon pra heqjen e mundësisë për marrjen e pasaportës gjermane, për marrjen e shtetësisë brenda vetëm 3 vitesh, me shpjegimin se ky ndryshim ligjor vitin e kaluar nuk i ka realizuar ato që janë pritur. Qeveria gjermane mendon se marrja e shtetësisë gjermane për vetëm 3 vite është gabim, ndaj edhe do të hiqet kjo pjesë. Por pjesët e tjera të ligjit nuk do të ndryshojnë, të paktën ato që na interesojnë neve. Në Gjermani pra edhe më tej do të mbetet në fuqi marrja e shtetësisë për 5 vite për personat që i plotësojnë kushtet, natyrisht. E ajo që është edhe më e rëndësishme është se mbetet e drejta e mundësisë së 2 shtetësisë apo më shumë shtetësisë. Pra, personat që duan të marrin shtetësinë gjermane, që të kenë pasaportën gjermane, më nuk ka nevojë të heqin dorë nga shtetësia e tyre e deri tanishme, pra edhe një herë në Gjermani do të mbetet e drejta për 2 apo më shumë shtetësi, siç thuhet në ligj, që do thotë se nëse doni mund të merrni shtetësinë gjermane natyrisht, por mund të mbani njëkohësisht edhe shtetësinë e Kosovës, Shqipërisë apo ndonjë vendi tjetër, varësisht se çfarë shtetësie keni, kuptohet. Unë ju kam njoftuar shumë herë më parë për këtë çështje, por po them shkurt që nuk ndryshojnë pra rregullat sa i përket lejes së qëndrimit. Pra këtë duhet të keni dokumentat e duhura, duhet të keni testin për njohjen e gjuhës, kursin e integrimit apo integracionskurs, siç thuhet, të ardhura mujore të mjaftueshme etj etj. Pra këtu nuk ndryshon asgjë më rëndësi, ndërsa fëmijët që lindin në Gjermani mund të marrin shtetësinë gjermane nëse njëri prej prindërve jeton në Gjermani, të paktën 5 vjet e më shumë, kuptohet, me letra të rregullta, me dokumentacion të rregullt. Pra edhe njëherë sot pritet të miratohet në Bundestag ligji i ri i cili keq mundësinë e marrjes së shtetësisë brenda vetëm 3 vitesh, ndërsa 2 shtetësia mbetet. Mbetet edhe e drejta e marrjes së shtetësisë gjermane për 5 vjet. Nëse personi i caktuar i plotson kushtet, kuptohet. Nëse doni, unë mund ta shpjegoj edhe një herë këtë ligj më detajisht, pra por kur të miratohet. Menjëherë ky ligj nuk futet në fuqi, por sot është leximi i 2 dhe i 3. Por e shoh që pas ka shumë pyetje, ndaj edhe po ju njoftoj, sepse në fakt ju them të drejtën, kam menduar që me këtë çështje të merrem kur të miratohet dhe kur të dihet sakt se kur do të futet në fuqi. Pra ligji nuk futet sot në fuqi, pritet të miratohet në Bundestag, ai vazhdon pastaj procedurat e veta deri në futjen e plot në fuqi, por me këto gjëra do t'ju njoftoj në ndonjë video tjetër. Pra, nëse doni mund ta shpjegojmë edhe nesër kur të miratohet pra në Bundestag ky projekt ligj. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti.